vend meritoj më shumë prezantimi këtu, sepse objekti nuk shtrihet vetëm në këtë mbrojtjen, po themi, të objektit ekzistues, i cili është objekti mbrojtur, por është gjithë përfshirja në gjithë ansambël, po themi, urban, ku ndihet fryma e restaurimit të lagjes së bremve që quhej njëri në kohë, pavarësisht se ka dhe një rrugë tjetër që është më tutje nga ka nisur, po themi, ardhja e bremve dhe gjithë funksioni i besës së shqiptarit, sensi të mikpritjes edhe të krijimit të mbrojtjes më intime që mund të krijuar në një vend për hebrejt, të cilët, siç e dim shumë mirë, kanë ikur më shumë në numër se sa kanë ardhur. Në këtë zonë ku po shkelim këtu do jetë pavioni i hyrjes, është shumë interesant sepse do jetë dhe i veshur, po. Dhe ka gjithmonë një portë të hapur, këtu është pjesa e mbrapsme, është imazhi është bërë sikur është bërë qendër, ka një portë të hapur për treguar gjithmonë që është shumë ftuese. Është shumë interesant veshja që me forcë nga Studio Kimele Shkolot, që fitoi konkursin, do vishet me 98% gur shqiptar dhe 2% gur lokal izraeli, sepse ai guri dhe për vetë historinë e tyre personifikon lidhjen që ata kanë me vendin dhe me tokën e tyre. Tani puna ka filluar edhe kur është parashikuar të vendoj? Është parashikuar që kjo faza e ndërtimit të mbaroj brenda 2 viteve nga sot, kështu që të mbarojmë këtë, kemi bërë pastrim, jemi mobilizuar që punimet të fillojnë edhe të ecin me ritmin e duhur. Do ta bëjnë që më shpejt se 2 vjet besoj. Se besoj që nuk është, është ndërtim që ka kompleksitetin e vet, po nuk është i pamundur që për 18 muaj të bëhet, besoj. Nga ana ndërtimore flas. Sa bazë që ne kemi lidhur kontratën, kemi filluar të bëjmë sondazhe, kemi filluar komunikimet me aktorët, jemi optimist sepse të dispozicioni për të mos qenë vetëm është shumë i madh. Kontrata është 20. Qoftë në anën bashkisë. Në fakt, ndërtimi është jashtëzakonisht shumë kompleks, do të ketë disa përforcime që do bëhet në një sistem gati, sikur janë arkeolog ose minator, që futen në objekt dhe bëjnë përforcime me seksione të ndryshme. Dhe për më tepër jemi ngjitur me muzeu. Jemi me muzeun etnografik, i cili është një objekt shumë delikat, por dhe struktura e xhamit nuk është do jetë unike në gjithë Shqipërinë. Dhe në botë ka shumë pak struktura të këtilla, është një xham shumë i veçantë që duhet na ndihmoni është që muzealizimin ta fillojmë paralel, mos ta fillojmë mbrapa. Ky është gjithë problemi. Domethënë se ne jemi bindur që kompania për 18 muaj e mbyll këtë, por është mirë që ne të jemi gati me muzealizimin, që mos marrim godinën bosh të mbyllur nga kompania, pastaj të rrimë bëjmë muzealizim. Kjo do ishte sfida, muzealizimi me herë. Punohet me përmbajtje. Jemi duke lidhur kontratën me kompaninë amerikane që është përgjegjëse për muzealizimin. Që do të thotë, ne do donim që brenda një viti gjithë muzealizimi të ishte gati dhe ne të kapnim pjesën ndërtimore. Kjo është qëllimi. Edhe është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga të gjithë që ky është një gur i munguar në mozaikun e Florës, po dhe mozaikun shqiptar. Historia e shpëtimit e hebrejve nga shqiptarët është një histori e jashtëzakonshme, është një trashëgimi historike, kulturore e jashtëzakonshme për të gjithë ne, dhe që flet jashtëzakonisht shumë për shqiptarët, pavarësisht musliman apo të krishterë, dhe në ndërkohë duhet pasur parasysh që me vendosjen e linjës direkte ajrore me Izraelin që fillon kërkesa nga Izraeli për të ardhur në Shqipëri turist është shumë e madhe. Kanë filluar ta njohin historinë tonë lidhur me ta dhe ky është një gur themeli mbi të cilin do të ndërtojmë shumë gjëra pozitive për turizmin, për ekonominë, për teknologjinë, kështu që besoj që Vlora është me fat do të jetë krenare që ka këtë histori. Kështu që këtu jemi në kohën e dur. Edhe me Besën në muzeun Besa paralel fillojmë nga atje. Dhe aty kemi komponentë rëndësishme që lidhet me hebrejnë dhe me Besën shqiptare. Kështu është një pakete rëndësishme Tiranë Vlorë. Shumë mirë, perfekt. Pas ka përparuar, Po. Praktikisht
inxhinieri na bën pasqyrë të Pas kam përparuar. Po shumë i bukur ky materiali. Momentalisht nga përgjuar në gjithon, fazën 4 kaqe dhe fazën e kurrës. Te pjesa e godinës 4 kaqe po punon 3-4 me fasadën e polikarbonatit dhe 3 grupe alegjisht. Momentalisht jemi deri në fazën 80% të veshës me polikarbonat. 80%. Po dhe veshja ka vazhdu ka t'i parë me pjesën e gjallë, si që shikoni. Jemi në pjesën për petisim terrenin, për izolimin dhe faza përfundimtare të tonet me ngjyrë. Ajo është faza përfundimtare për pjesën e godinës 4 kaqe. Po ky është pak a shumë. Po. Këtu ka akoma një element të çuar. Po, janë kapatë. Po janë kapatë. Ato vendosen pas të pjesë e... Është e paparë që do të ishte një kufon në mes sheshit është ajo kam bërë punë zakonisht në vetë. Ata të banë dhe ponë Sa bush me po. Jemi të pjesa të një parë. Ka qenë mbyllur, faktikisht, të kryes që na po 2 atume. Gjeti dhe më mundë, në më shumë në parë. Lidhja që i duar është se kjo objekt ishte mbyllur sheshin. Sheshi me zonën historike ishte vendosur në mes. Çfarë që i bën arkitekti në është pasazh shku. Korridor. Është korridori i pasazh, është një rampë shkollare që i sheshin që ka mundë në lagjen e vet. Jo, po është kontakt. Kjo pratikisht është si një shesh me godinë, kupton, nuk është më një tmerr. Sa bush. Wow. Ha? Cili u hapo? Jo, më kjo ishte një çmenduri. Dhe ato lartë në balkonet brendshme të ketë parapetën e gjatë. Duam kjo do jetë siç thot Agolli, ndim në Allahut, kjo do jetë një qendër spektakolare e teknologjisë, startupe, art, kulturë, zhvillim rajonal, do jetë një gjë Praktikisht në shtakova mbyllim fazën e parë, që është gjithë ristrukturimi i godinës, qarjet dhe fasada dhe ndarjet e brendshme. Rrim në fazën e dytë, që është interiori, instalimet e brendshme, kërkoj që kemi nën kontratë dhe pjesën e parkimit brenda vitit kemi të bëjmë funksional, që ka dhe një kasë në pashme, po programe. Sa ka parkimit? Pak, të gjithë godinën, që është parkimit. Po sa ka po e sa? Po aty lartë kemi Jemi të pjesa e kullës, momentalisht po punohet me pjesën e fasadës, fasada me voje. Tre faqe dhe vilatës mbaruar. Jemi në bërë? Po. Jemi ku në duket fazën. diku apo jo? Jemi në fazën 60%, ka mbaruar fasada me voje. Ashtu ë? Po një muaj, Po s'duket një diku? muaj mund të vazhdojmë dhe me pjesën e heqjes skelit, nga pjesën e sheshit. A do hiqni skenën? Po një muaj, do vazhdojmë. Po ky është polikarbonati. Po hojet janë lartë, ë? Po e kanë lartë, vetëm për pjesën e fundit. Po ngjitemi sërin për ras. Po që në këtë aktivitet që vitë në sheshin në Istanbul, Ka burë për jo ato si... Do imagjino tani kur hiqen gjitha këto, do jetë gjitha i qarkullueshme, me skajës vjetër, sheshit. kjo këtu, kjo është një promenadë vertikale. Kjo do jetë një gjithë deri në katën e 16. Është qark godina dhe vjen për qark godinës, kjo shkallarja, që njerëzit mund të aksesojnë në këmbë nga sheshi flamurit mund gjiten deri në katën e 16 rreth godinës. Kjo është shëndetore. Është shëndetore vertikale, që njerëzit mund të lëvizin lart e poshtë. Edhe do krijohen edhe pika qëndrimi, kafe, bar. Jemi te rampa B. Ky është betoni kuq, ë? Po, gjithë pjesa e korridorit duhet me beton zi. Vazhdon logjika e sheshit Sheshit kuqezi. kuqezi.
Do kemi një shkallë spirale. Të shumë pjesë arkitekturale. Unë kjo ku vazhdo, vazhdo ndej. Po ky bie rreth rrotull gjithë. Rreth rrotull deri në katin e 3 dhe pastaj ngjitet rreth rrotull 16 kaçi. Ky është koncepti. Kjo është e hapur, Ky është e hapur. Shkalla e hapur. Po ky është koncepti që fasada është nga brenda. Kjo do të shkallë rrumullake. Po koncepti është që fasada është nga brenda, duke filluar të vendoset, me kohë këtej do ketë parapetat e xhamit dhe kjo është një shëtitore Po këtu do vertikale. ketë parapet e xhamit. Po, janë parapetat e xhamit dhe ka dy palshkallë. Ka dhe shkallë me hap më të madhe që mund të jetë për të ulur. Mund të bëhen dhe stola rrugës. Kjo është spektakël. Kjo mund të përdoret për zyra për institucionet. Kemi në vend për zyra për institucionet këtu apo? Por ka vetëm një kush, bëhen high-tech. Institucionet. Është techno building, nuk ka Mbaroj, nuk mund të jenë asistent virtual, mund të jetë. Jo, kushti është madje zyrat e fundit, zyrat rajonale e fundit janë para të Po kjo duket kështu, po them që nga çka kemi folur ne me disa të huaj amerikanë, këtu do vinë të vendosen dhe të huaj startup-e të huaja këtu. Dhe kjo godina do ketë legjislacion veçantë. Do ketë legjislacionin e teknoparkut, do ketë taksa edhe gjithë sistemin e funksionimit do ketë veçantë. Do kush hyn këtu brenda, do ketë një status fiskal tjetër, po. Përveç kafeneve kuptohet se aty tash në kompozi sot, ti vetë mesazhe në Instagram që ka. Ti nuk do të kush restorant që si të shkëmbin me robot. Sa mund të edhe kafene po me robot. e sodën e robotin ta Po këto të janë sheshe, ha? Po, ka sheshe që janë dhe hapësira publike ashtu siç u thatë janë mini sheshe midis sheshit Tramujit dhe zonës historike. Janë të lidhur edhe me rampa, me bimësile. Po parkimin kur hapet? Parkimin në fund vitit janë dy. Kjo mbaron të tjetër. Sa metra katror? Këto ka qenë 39.000 metra katror. Ndërkohë që me fsharje dhe me hapjen e rampës nga nisi si për 7 metra katror. Gigante, kjo është gigante.